Dashi, ndërsa dita fillon, do të ndjeni një energji të re që ju mbush me optimizëm. Është koha e duhur për të ndjekur ëndrat tuaja profesionale. Guxoni të merrni një hap të madh drejt qëllimeve tuaja. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim me partnerin. Për ata që janë beqar, një takim spontan mund të sjellë një lidhje emocionuese. Financat tuaja kërkojnë kujdes të veçantë. Shpenzoni me mençuri dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Energjia juaj kreative është në kulm, ndaj shfrytëzojeni për të nisur projekte të reja apo për të përfunduar ato që keni nisur. Kujdesuni për veten duke bërë një shëtitje në natyrë ose duke medituar për të mbajtur balancën e brendshme dhe paqen shpirtërore. Demi, sot dita do të nisë me një ndjesi të ngrohtë dhe të qetë. Do të ndjesh një harmoni të veçantë me ata që të rrethojnë. Në fushën e dashurisë është momenti ideal për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Partneri do të vlerësojë përkushtimin tënd. Në punë, sfidat e vogla do të shërbejnë si mundësi për të treguar aftësitë e tua krijuese. Mos u shqetëso shumë për financat, por ruaj një ekuilibër të kujdesshëm në shpenzime. Gjithashtu, merr kohë për veten tënde dhe reflekto mbi qëllimet që ke për të ardhmen. Një ecje në natyrë mund të inspirojë mendime të reja dhe të freskëta. Kujdesu edhe për shëndetin mendor, pak meditim mund të bëjë mrekulli. Binjakët, sot do të ndihesh si kurrier apo frynë në drejtimin tënd. Në vendin e punës do të kesh mundësinë të shkëlqesh përmes ideve të reja që të vinë papritur. Mos hezito të ndash mendimet e tua, sepse të tjerët do të jenë të etur t'i dëgjojnë. Në dashuri, një moment i ngrohtë dhe i çmuar me dikë të veçantë mund të sjellë ndriçim të ri në zemrën tënde. Mos harro vlerën e bisedave të sinqerta dhe të hapura. Financat duken stabil, por mos shpenzo pa menduar gjallë. Kujdesu për shëndetin emocional duke marrë pak kohë për veten dhe reflektim. Një ecje në natyrë ose një libër frymëzues mund të të japë qetësinë që kërkon. Kjo ditë është e mbushur me premtime dhe mundësi të reja, prandaj shijoje plotësisht. Daforia. Në këtë ditë, ndjenjat do të jenë në qendër të vëmendjes dhe zemra do të rrahë më fort se zakonisht. Është e rëndësishme të dëgjosh intuitën tënde dhe të ndjekësh rrugën që ajo të udhëzon. Një bisedë e ngrohtë me një person të dashur do të sjellë qetësi dhe një ndjenjë sigurie. Në punë, një projekt i ri mund të paraqitet papritur, por mos u shqetëso. Energjia ite do të ndihmojë ta përballosh me sukses. Financat janë të qëndrueshme, por është koha për të bërë plane të zgjuara për të ardhmen. Mos lejo që pasiguria të ndalojë të ëndërrosh. Në mbrëmje, merr disa momente për veten dhe lejo që muzika e preferuar të qetësojë shpirtin. Luani. Sot, energjia e ngrohtë e diellit ndriçon shpirtin tënd, duke të frymëzuar në rrugën e përditshme. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat e tua me sinqeritet. Një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi dhe harmoni në marrëdhënien tuaj. Në punë, je në qendër të vëmendjes, por qëndroni të qetë dhe ruani durimin. Një projekt i ri mund të japë fryte të papritura nëse i përkushtohesh me përkushtim. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e egzageruara. Ndërtoj një plan për të ardhmen dhe përmbajuni atij. Ndaj kohë për reflektim personal dhe ndihuni falënderues për gjithçka që keni arritur. Dita do të mbyllet me një ndjesi të ngrohtë në zemër, e cila do t'ju mbush me paqe. Virgjëresha. Në këtë ditë nëntori, yjet të ftojnë të përqendrohesh tek ndjenjat e tua. Harmonia në marrëdhëniet personale do të jetë e rëndësishme, ndaj bisedat e hapura me partnerin do të ndihmojnë në thellimin e lidhjes. Në punë, intuita jote do të jetë udhëzues i fuqishëm, ndaj beso në instinktet që të drejtojnë drejt zgjidhjeve të reja. Kujdesu për detajet, sepse aty fshihet suksesi yt. Financat kërkojnë vëmendje, planifikimi i kujdesshëm do të shmangë shpenzimet e panevojshme. Nëse dëshiron pak frymëzim, mendo për një projekt krijues që ke lënë pas dore. Shëndeti do të përmirësohet nëse gjen mënyra për të reduktuar stresin, ndoshta me një shëtitje të qetë në natyrë. Sot, lejoj vetes të ndjesh paqen që të ofron momenti i tanishëm. Peshoria. Në datën 12 nëntor 2028 do të përjetoni një ditë plot harmoni dhe reflektim të brendshëm. Energjitë kozmike ju inkurajojnë të shijoni momente të qeta me personat që doni. Një bisedë e ngrohtë me një mik mund të sjellë qartësi në një çështje që ju ka shqetësuar. Në punë, është koha e duhur për të riorganizuar prioritetet dhe për të përqendruar energjinë në projektet që vërtet ju inspirojnë. Financat duken stabil, por kujdes të mos shpenzoni më shumë se ç'duhet për gjëra të vogla. Kujdesuni për veten duke marrë një pushim të shkurtër nga rutina e përditshme. Një shëtitje në natyrë, edhe pse e shkurtër, mund të jetë burim frymëzimi dhe qetësimi për shpirtin tuaj të etur për paqe. Akrepi.
Sot mund të ndjeni të përfshirë në reflektime të thella dhe të përpiqeni të shihni përtej sipërfaqes. Në dashuri, përpiquni të ndani mendimet tuaja më të thella me partnerin. Kjo do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë një ndjenjë të ngrohtë afërsie. Në punë, një ide e re mund të ndikojë pozitivisht në projektet që keni në dorë. Mos hezitoni të ndani vizionet tuaja me kolegët, ata do të vlerësojnë perspektivën tuaj unike. Financat duken të qëndrueshme, por është më mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur stabilitetin. Ndjesia e brendshme sot është e fortë, duke ju udhëzuar drejt zgjedhjeve të drejta. Merrni pak kohë për veten dhe përjetoni magjinë e momenteve të qeta. Shigjetari. Dita e sotme do të sjellë energji të reja dhe mundësi të papritura. Përkushtimi në punë do të shpërblehet ndaj mbaj qetësinë dhe përqendrimin. Mund të lindin mundësi të reja profesionale që kërkojnë vëmendjen dhe iniciativën tënde. Në aspektin e financave, ki kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe shty çdo blerje të madhe për një moment tjetër. Në dashuri, është koha e përshtatshme për të dëgjuar me kujdes partnerin dhe për të rindezur flakën e komunikimin. Ndjenja e ngrohtësisë dhe afërsisë do të sjellë qetësi në zemër. Ti do të ndihesh i mbushur me energji pozitive dhe zbulime të reja. Kur qielli të është mik, edhe çdo hap në tokë duket më i lehtë. Kujto të marrësh kohë për të reflektuar dhe gjetur paqe. Briciapi. Dita e sotme sjell një ndjesi të lehtë, por të këndshme. Në dashuri, hap zemrën dhe dëgjoj instiktet. Ato do të çojnë drejt momenteve të bukura me partnerin. Mos u druaj të shprehësh emocionet e vërteta, pasi ato do të mbushin ditën me ngrohtësi. Në frontin e punës, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga kolegët. Një mundësi e re mund të shfaqet që kërkon vëmendjen tuaj të plotë. Financat duken të qëndrueshme, por mos nxitoni me shpenzimet e panevojshme. Kujdes me buxhetin e përditshëm dhe përpiquni të kurseni pak më shumë. Kujdesu për shëndetin duke bërë një shëtitje të shkurtër në natyrë për të pastruar mendjen. Dëgjoj ritmin e brendshëm dhe lejo veten të pushojë. Energjia pozitive rreth teje do të të ndihmojë të ndihesh më i plotësuar. Ujori. Ndërsa dita fillon, një ndjesi e butë dhe qetësisë ju përfshin, duke ju mbushur me energji pozitive. Zemra juaj rreh me harmoni ndërsa keni mundësi për të forcuar lidhjet me të dashurit. Bisedat e sinqerta shërbejnë për të shuar çdo mosmarrëveshje të mëparshme, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe mirëkuptim. Në punë, përqendrohuni në detaje, pasi ajo çka sot do të mbillni, nesër do të jap frytet e dëshiruara. Një mundësi e papritur financiare mund të dalë, por mendoni me kujdes para se të hidhni çdo hap. Ndjenjat e qetësisë dhe besimit mbizotërojnë, duke ju udhëhequr drejt vendimeve të mençura. Frymëzimi që ndjeni sot mund të shfrytëzohet në mënyra kreative, duke ju ndriçuar shpirtin dhe mendjen. Peshqit. Vëmendja ndaj detajeve sot do të jetë aleati juaj më i mirë. Një surprizë e ëmbël mund të shfaqet nga një mik ose partner, duke ju kujtuar se dashuria mbështetet në gjeste të vogla. Në punë, energjia juaj do të jetë e lartë dhe kreativiteti juaj do të shkëlqejë si asnjëherë më parë. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja, ato do të marrin vlerësimin që meritojnë. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të siguruar se jeni të përgatitur për të ardhmen. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditim do t'ju sjellë qetësi shpirtërore. Ndjenjat tuaja do të thellohen, duke ju bërë të ndjeni më të lidhur me ata që doni. Kjo është dita për të përqafuar çdo moment.